Shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër dhe të Stacionit të Policisë Velipoj kanë vijuar kontrollet në terren në zbatim të planit të masave për garantimin e sigurisë publike gjatë sezonit turistik veror. Bazuar në hartëzimin e zonave me risk për ndotje akustike, grupet e kontrollit kanë kryer matje të nivelit të zhurmës në ambiente të hapura dhe të mbyllura si në qytetin e Shkodrës, ashtu edhe në plazhin e Velipojës. Verifikimet janë realizuar me matës të posaçëm në përputhje me ligjin për administrimin e zhurmës në mjedis dhe procedurat standarde në fuqi. Sipas rezultateve të kontrolleve, niveli i zhurmës në subjektet e monitoruara ka rezultuar brenda kufive të lejuar nga legjislacioni. Paralelisht me matjen akustike, shërbimet e policisë kanë kontrolluar edhe respektimin e orarit të lejuar për aktivitete me muzikë në ambiente të hapura dhe në qendra të banuara, i cili është i përcaktuar nga ora 11 deri në 24. Në kuadër të këtyre masave, policia ka zhvilluar edhe takime me pronar dhe administrator subjektesh, duke i informuar dhe ndërgjegjësuar për detyrimet ligjore që lidhen me nivelin e zhurmës edhe respektimin e orareve të aktiviteteve. Policia e Shkodrës bën të ditur se kontrollet do të vijojnë gjatë gjithë sezonit turistik me synim garantimin e qetësisë publike dhe krijimin e një mjedisi të sigurt e të qetë për qytetarët, vizitorët dhe pushuesit. Njëkohësisht policia u bën thirrje qytetarëve të denoncojnë çdo shkelje apo palishmëri, duke garantuar anonimatin dhe reagim të menjëhershëm në përputhje me ligjin.